can fly. Juldida reagon ashpër ndaj gazetarit, do mbahesh mend si Luizi, ja si hakmerret ai. Mbrëmjen e fundit në Big Brother Fan Club vetëm pak ditë përpara finales së madhe të 19 prillit, ishin edhe disa dinamika të përfolura të këtij sezoni të 4 të Big Brother VIP. Të ftuar në studi ishin ish-banor të gjitha edicioneve që ndanë mendimet e tyre mbi finalistët dhe pritshmëritë mbi fituesin. Në një moment të bisedës u ngrit çështja pranisë së Rozana Radit në finale, nëse ajo shihet realisht si një pretendente për çmimin e madh. Ronaldo Sharka, një prej opinionistëve, bëri një krahasim midis Rozanës dhe aktorit Juldida, duke dhënë theksin të mënyrës se si janë perceptuar nga publiku gjatë qëndrimit në shtëpi. Sipas Ronaldos, të dy kanë qenë pjesë e rëndësishme edicioneve përkatëse, por nuk kanë arritur të krijojnë një imazh fituesi. Teksa tha, po të pyesësh njerëzit sot se çfarë ka bërë Juli në Big Brother, e mbajnë mend që ka qenë aty, por nuk di një highlights, një moment kyç. U shpreh gazetari ndër të tjera, teksa kjo deklaratë e tij, e cila ishte ulsen për Juldedën, ka marrë dhe një përgjigje nga ky i fundit. Përmes një postimi ironik në Insta Story, aktori është përgjigjur Ronaldos me tonë thumbuese, duke shkruar se vetmja gjë për të cilën do mbahet mend ai është që leu flokët si Luizi dhe që jarga vitej për të kapur pak famë, teksa shkruante: çfarë nuk po bën Roni për vëmendje, çfarë nuk i thot, po përpëlitet. I shkreti nuk e kuptoi që mikrofoni është për të folur e jo për përdorim personal. Gjithsesi Roni do të kujtohet për diçka në Big që leu flokët si Luizi, jarga vitej që të merrte pak famë prej tij. Sot përsëri kërkon famën e munguar duke folur jerm. Gjëna i shkreti. Ka përfunduar Juli për Ronaldon, teksa ka folur edhe 2 fjalë për finalen e madhe dhe se kështë fitues. Të 4 banorët, dikush më shumë e dikush më pak, e kanë merituar finalen. Mund të them vetëm diçka që duhej patjetër të ishte edhe një vend i 5 në këtë finale, që ishte Gjerta, pasi ka luftuar në çdo moment. Sa për dyshen finaliste, unë shoh vetëm 2, Rozanën dhe Gjestin. Në pikpamjen time shoh Rozanën që e meriton më shumë, megjithatë pas ndodhisë me Jozën duket si Gjesti është më i favorizuar, përfundoi Juli.